Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se nuk do ta lejojë Izraelin ta aneksojë bregun perëndimor, duke i kundërshtuar thirrjet e disa politikanëve të ekstremit të djathtë në Izrael, që duan të zgjerojnë sovranitetin mbi tokën palestineze dhe të shuajnë shpresat për një shtet palestinez. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është përballur me trusni të mëdha nga disa aleat brenda koalicionit qeverisës për të aneksuar bregun perëndimor, gjë që i ka shqetësuar liderët arab, disa prej cilëve u takuan të martën me Trumpin në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Unë nuk do ta lejoj Izraelin të aneksojë bregun perëndimor. Jo, nuk do ta lejoj. Nuk do të ndodhë, tha Trump gazetarëve në zyrën ovale. Mjaft është mjaft, ka ardhur koha të ndalet tani, shtoi ai. Ndërkohë Franca, Britania, Kanadaja, Australia dhe Portugalia janë ndër vendet që kanë njohur shtetin palestinez ditët e fundit, pjesërisht për ta mbajtur gjallë mundësinë e një zgjidhje me dy shtete. Izraeli ka dënuar vendimin e tyre për njohjen e shtetit palestinez. Ndërkohë Netanyahu ka mbritur në New York për të mbajtur një fjalim në Kombet e Bashkuara, ndërkohë që zyra e tij tha se kryeministri do të përgjigjet deklaratës së Trumpit sapo të kthehet në Izrael. Ndërkohë që Izraeli nuk pranon të heqë dorë nga kontrolli mbi bregun perëndimor, shumica e bashkësisë ndërkombëtare i vlerëson vendbanimet izraelite në bregun perëndimor si të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare. Izraeli e kundërshton këtë duke cituar lidhjet historike dhe biblike me këtë tokë dhe duke thënë se vendbanimet ofrojnë thellësi strategjike dhe siguri.